Unë gjithmonë e kam ditë, momenti që kemi pas na kriza në basketbol, posaçërisht kur ki fëmijë, familje, normal, familje të përgjithshme dhe kështu, është përgjithësi e madhe sepse do tani vjen rryma e shtrejtume, duhet i pagu gjanat, është obligim shumë i madh. Unë fatmirësisht unë jam rrit me një familje tregtare. Kuptimin kur them tregtare, babën e kam pas zanatli të vjetër të filigranit, ka punu në filigran, dhe ndër vite pastaj kemi qenë domethënë me biznes të argjentarisë, mami po ashtu ka pas një butik, domethënë themi kështu, nuserie, kështu. Edhe mu si i ri, babi që në atë kohë, herët, kohën kur kam jetu në Prizren, dhe ma pas hap edhe një kafe bar, themi kështu të vogël, kur realisht gjithmonë duhet ta kesh një opcion dytë. Normal, edhe unë edhe Ismeti kemi edhe Ismeti Alovar të tjetë titull si profesor i edukatës fizike, po realisht ti je prap në rrjedha me sportin, je prap në ato që do në tip. Kurse une, pak a shumë rrethi im e afërt, e din që kam pas disa sfida pak më të vështira në jetë, edhe unë kam qenë i detyruar që të bëj edhe punë tjera. Edhe normalisht që ja kam dalë edhe nuk pritoj sepse kur e di që ka një të ardhën për të mirë dhe për familjen time, nuk pritoj, për vestë nuk pritoj.